Ju përshëndes miq të Digital Supersport në vigjiljet e kësaj sfide mes Andorrës dhe Shqipërisë. Kjo është goditja e tij pak mbi kuadrat. Nga distanca rrezikshme kjo goditje shkon mbi kuadrat. Ndoshta mundësia e fundit për sa takon llogarive të pjesës së parë, vjen krosimi i lartë në zonë. Gjimshiti, topi në shtyllë dhe jetë Manaj. Shumë e bukur goditja e Gjimshitit. Ai goditja e Gjimshitit me topin që shkon në travers. Shkëlqyeshën brenda zonë Broja në qendër, topi që devijohet më pas është Aslani, goditja! Ndal portieri. Topi në qendër Sheo. Hyrë Uzuni, pritet i pasim në qendër që vjen, më pas Aslani! Vjen goli i shumë pritur, pikërisht me Kristian Aslanin. Krosimi në qendër, me topin largot, tjetër goditje dhe Manaj! Ku shkon ai top? I Rej Manaj sa pran golit të dytë. Tani është sinjalizimi final, kjo është fitoria absolutisht e shumë pritur.